Në Shqipëri ndodhen ekspertët e Komisionit Venecias, të cilët po zhvillojnë një sër takimesh me aktorët politik në kuadër të reformës për financimet e partive politike dhe përmirësimin e kuadrit zgjedhor. Vizita e tyre ka për qëllim mbledhjen e opinioneve nga të gjitha palët përpara se të hartojnë rekomandime përfundimtare mbi draftin që po diskutohet në Komisionin Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Në këtë kuadër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është takuar me ekspert në ambientet e kryesisë së kuvendit, ku kanë ngritur shqetësime mbi mënyrën e financimit të partive politike dhe nevojën për rregulla më të qarta në kodin zgjedhor. Theksuam se çështja e financimit të partive është çështja më themelore procesit zgjedhor dhe konkretisht me fakte provuam se në këto zgjedhje, në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, Partisë Opozitës, Partisë Demokratike dhe Partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht. Berisha ka theksuar se pavarësisht draftit të përgatitur nga Komisioni i Reformës Zgjedhore, ende nuk është arritur një dakordsi përfundimtare mes forcave politike, ndërsa ka akuzuar qeverinë për pabarazi në garën elektorale. Reformës zgjedhore? Unë nuk di të ketë asnjë draft të përbashkët, jo të minatur. Sqarimin mbi ecurinë e procesit kanë dhënë edhe përfaqësues të Komisionit të Reformës Zgjedhore, përfshir bashkëkryetarin Oerd Bylykbashi, i cili ka theksuar se drafti është ende në fazën e diskutimit dhe konsultimit. I cili ka një opinion të OSBE-dit, i cili është pjesë e punës që do bëjë komisioni për të çuar më tej ligjin e financimit të partive politike, por Komisioni i Venecias shpreh në datë 13 Më herët, ekspertët e Venecias kanë takuar zhvillime dhe me bashkëkryetarin tjetër të Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknurin, duke dëgjuar qëndrimet e palëve kryesore politike në vend. Qëllimi i këtij procesi është hartimi i një opinioni final nga Komisioni i Venecias, i cili pritet të shërbejë si bazë për përmirësimin e rregullave mbi financimin e partive politike dhe forcimin e standardeve të zgjedhjeve në Shqipëri.